Territori i Kosovës për datën 2 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e kthjellët në disa zona, ndërsa pasditja sjell alternime mes diellit dhe rreve kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga dreremi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 5 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 14 gradë Celsius, Pej 6 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 1 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 14 gradë Celsius, Perizaj 4 deri në 15 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 15 gradë Celsius, Suharek 5 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 15 gradë Celsius,